Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 11. Natasha Kandić ka thënë se policia sërbe kishte djeni për krimin në fshatin Kaluder të vogël të Zubin Potokut, që nga dita e vrasjes, por në vend që ta hetonte dhe t'i arrestonte autorët, urdhëroi që trupat të groposëshin. Sipas saj, në këtë mënyrë, civilet e vrarë shqiptar u bën mbetje mortore që duhet të zhdukeshin, ndërsa krimi të fshihej. Instituti Mjekësisë Ligjore dhe Prokuroria Speciale tashmë kanë konfirmuar gjetjen e mbetjeve të paramortore dhe pjesëve të veshmbathjes së tyre. Dyshimet e para të institucioneve dhe familjarëve rëndojnë mbi fatin e grupit të intelektualëve të Mitrovicës, 23 mjek, profesorë, aktivistë të zhdukur me dhunë nga forca sërbe në prill të vitit 1999. Pas gjetjes së disa mbetjeve mortore, kërkimet po zgjerohen në pjesë të tjera të këtij lokacioni. Vazhdojmë me zhvillimet të tjera. Seanca konstituive për legjislaturën e 11 të Kuvendit të Kosovës është caktuar zyrtarisht të mbahet më 6 gusht 2026. Data u finalizua gjatë një takimi koordinues të udhëhequr nga kryetaria Albulena Haxhiu me përfaqësuesit e partive politike. Kjo seancë do të shënojë fillimin zyrtar të periudhës së re legjislative, ku fokus kryesor do të jetë verifikimi i mandateve të deputetëve, ceremonia e betimit të tyre, si dhe zgjedhja e kryetarit të ri dhe nënkryetarëve të Kuvendit. Ecim tutje në pikën kufitare e cila lidh Kroacinë me Malin e Zi. Janë krijuar kolona të gjata automjetësh deri në 5 kilometra të mërgjimtarëve që po vinë për pushime në vendlindjen e tyre. Mërgjimtarët të cilët kanë dërguar edhe pamje thonë se priti të arrijnë deri në 8 orë, ndërkohë fluksi i shtuar lidhet me sezonin e pushimeve verore, periudhë gjatë së cilës rritet ndjeshëm numri i automjeteve në rrugët dhe pikat kufitare të rajonit. Ministri në detyri i infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha ka njoftuar se përveç rrugës Arllat-Malishev, qeveria Kurti gjithashtu po investon edhe në rrugën Kiev-Malishev. Ai nëpërmjet një njoftimi në Facebook njofton se punimet në këtë projekt po vazhdojnë me ritëm të mirë, ku tashmë ka filluar asfaltimi një pjesë të segmentit. Sipas tij, projekti përfshin rehabilitimin e 8.6 kilometrave rrugë me një investim prej 2.4 milion eurosh, ku përveç asfaltimit të ri, aty parashihet edhe rregullimi i trotuareve, trajtimi i ujrave atmosferike, ndërtimi i prioriteteve të autobusëve dhe vendosja e sinjalizimit modern rrugor. Policia e Kosovës njofton se brenda 24 orëve janë regjistruar 80 aksidente, 31 me persona të lënduar dhe 49 me dëme materiale. Gjatë kësaj periudhe kohore, policia ka shqiptuar rreth 2000 gjobat në trafik. Gjithashtu në 24 orët e fundit, policia njofton se ka arrestuar 30 persona për vepra të ndryshme penale, ku 12 prej tyre janë dërguar në mbajtje. Ndrojmë temë. Ka filluar edicioni i ri i Sunny Hill Festival në hapësirën e madhe në Brenicë, ku mira të rinj nga Kosova, diaspora dhe vendet të ndryshme të botës janë bashkuar për të ndjekur performancat e yjeve më të mëdhenj ndërkombëtar dhe vendor. Ky festival ka bërë që Prishtina të kthehet zyrtarisht në kryeqendrën e muzikës dhe argëtimit në rajon. Me standarde të larta të skenografisë dhe një infrastrukturë të zgjeruar, ky festival traditor po konfirmon fuqinë e tij kulturore dhe ndikimin e madh në turizmin e kryeqytetit. Vazhdojmë me sport. Kampioni i Kosovës në futboll drita e ka shkarkuar trajnerin Zekeria Ramadani. Gjilanasit nuk ishin të kënaqur me performancën e treguar nga trajneri dhe futbollistët në muajt e fundit.